Përshëndetje miq të vegjël, besnik të emisionit Tips. Jemi përsëri së bashku, jemi përsëri këtu për të mësuar gjëra të reja dhe për t'u argëtuar. Skuadra ime është gati, por më përpara do të përsërisim të gjitha njohurit që kemi marrë emisionin e kaluar. Herën e kaluar mësuam të vizatojmë një zog duke filluar nga shkronja Z. Të krijojmë vazo me tulipan. Parukeri, rombe me bishtaleca. Saison fondue. Numër iluzioni me letra. Tani jemi gati të fillojmë. Le të marrim me njëherë lapsat, fletoret e vizatimit ose letrat e bardha, ngjyrat dhe të shkojmë në studion e Ermalit. Përshëndetje Ermal. Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri. Sot do bëjmë një vizatim të veçantë. Do bëjmë një qen dhe të zotin e tij dhe siç të gjithë e dinë, qeni gjithmonë i gjan zotit ose i zoti i gjan qenit. Fillojmë në fillim duke bërë dy forma të thjeshta ose 2-3 këndor me kulme pak të harkuara, pra jo shumë. Jo me cep, sepse këto do jenë baza e personazheve tonë. Ky do jetë qeni. Do bëjmë një pak më të madh. Do jetë i zoti. Jepini një formë pak a shumë si doni ju, po jetë pak e ngjashme midis të dyave dhe mos i bëni shumë afër, sepse në fund do dalim pak jashtë fijes. Ne fillojmë i bëjmë tiparet e secilit prej të dyve, dhe duke i bërë mundohemi që t'i ngjajnë me njëri tjetrin. Fillim bëjmë hundën, bëjmë një hundë katrore. Të njëjtin gjë bëjmë dhe për personazhin tjetër. Pastaj për të bërë syt, bëjmë një harp të madh. Të njëjtin gjë bëjmë me këtu. Bëjmë faqe. Dy syt vejgjë në mes. Bëjmë gojën. Në duke i bërë tiparet një me një, ne sigurohemi që t'jenë pak a shumë të njëjta. Lëmbët e qenit i bëjmë në maj. Lëmbët e njeriut i bëjmë katrore. Ju po vazhdojmë me marke, në një. Ju po doni, mund vazhdojmë me laps. Dalim pak jashtë vijës, kur kemi për të bërë faqet, pra forma trekëndore na ndihmon për të bërë formën. Po ne pastaj vendosim vetë se si do e bëjmë vizatimin tonë, pra mund edhe të dalim jashtë vijës. Lëm një pjesë të bardhë që duket sikur shkëlqen. Hundës një viju mund t'i bëjmë ty vrima anash. Mos harroni që edhe këtu të dilni pak jashtë vijës lapsit. Bëjmë pjesën e mjekës poshtë. Bëjmë bifetuna të trasha dhe të ullura poshtë. Të duken si pincelët. Dhe tani qenit mund t'i bëjmë pjesën e kokës, dhe mund t'i bëjmë 2 vesh. Bashkojmë pjesën poshtë. Ndërsa njeriu ton vesh të bëjmë pak më poshtë, njerëzit kanë poshtë veshën. Pjesën lartë I bëjmë
Në të njëjtën formë po I bëjmë flok, që t'i ngjajmë me personazhin tjetër, me qenin e tij. Ja, që qenë mund I bëjmë disa pika. Personazhi tjetër mund I bëjmë disa pika, që mund duket si mjeka, duke I shtuar kështu detaje që I bëjnë të ngjashëm me njëri tjetrin. Këta pra ishin dy personazhet Qeni dhe Izoti. Tani marrim komën, në fshim vijat e lapsit. E ngjyrosim. Njeriu e bën në ngjyrë të qelët, kemi përdorur të lëkurën. Japim pak hije mjekës, japim pak duket si rumbullake. Ndërsa qenin mund ta bëjmë portokalli. Pak portokalli mund t'i bëjmë dhe njeriu, t'i shtuar akoma më shumë gjëra përbashkëta. Këto pra ishin dy personazhet që kishin për sot, personazhe që vendosëm t'i bëjmë të ngjashëm me njëri tjetrin duke bërë detaje të ngjashme tek njëri tjetri. Ju mund të bëni edhe personazhe të tjera që janë të ngjashëm me njëri tjetrin dhe mundoni sa më shumë të jeni vëzhgues, pra shikoni në natyrë, a i ngjan të vërtet pronari i qenit dhe qeni pronarit? Shihemi vizatimin tjetër. Faleminderit që ndruan me mua, miru pafshim. Në fakt nuk e kisha vënë re asnjëherë, por me sa duket, ose të paktën nga vizatimi i Ermalit, më duket e vërtet, qeni i ngjaka vërtet të Zotit. Tregoni dhe ju më të kujdesshëm dhe shihni nga ky këndvështrim, a është e vërtet kjo gjë apo jo? Shkojmë tani tek studio e Albinës. Çfarë do të ketë përgatitur Albina për sot? Përshëndetje Albina. Përshëndetje, unë jam Albina. Projekti ynë sotëm I dedikohet vetëm vajzave. Të gjitha atyre vajzave që kanë qejf që të vendosin bizhu. Bizhu në formë fjongoje, flutore e forma të tjera të tilla. Ne do t'i bëjmë ato sot. Dhe ne do të bëjmë këtë set, që është një varse në formën e një fjongoje, një diell dhe një unaz me gur. Këto janë të bëra me plastelinë. Po, kjo është plastelinë. Dhe do të shikoni se sa e thjeshtë është. Ne do të fillojmë tani nga puna. Do të marrim pak plastelinë. Ngjyrën do ta zgjidhni sipas dëshirës dhe tani do të bëjmë fjongon. Fjongoja ime do të jetë e verdhë. Do të marrim një copë parafërsisht kaq. Gjithsesi, nëse keni marrë më shumë ose më pak, ju mund ta këpusni atë ose mund të shtoni gjatë rrugës. Ta vendosni poshtë dhe më pas do ta shtypni. Ju do t'i jepni një formë të drejtë të tillë plastelinës. Do të bëni një shirit të gjatë. Pasi ta keni bërë këtë shiritin, ju do t'i përthyeni dy fundet ose nga para ose nga mbrapa në këtë mënyrë. Do t'i bashkoni ato në qendër. Do t'i përthyejmë pak cepat në këtë mënyrë, themi në pjesën tjetër dhe do ta përthyejmë atë pak me dorë në mes. Më pas do të marrim sërish pak plastelinë dhe do të bëjmë një shiri tjetër pak më të vogël. Dhe do t'ja vendosim fjongës në mes.
këtë mënyrë. Më pas do të marrim një maj lapsi ose një shkop të tillë ose shkopa dhëmbësh dhe do të bëjmë 2 vija të tilla që t'japin idenë e përthyerjes së fjongos në të 2 anët edhe në pjesën e mesit. Më pas do të marrim sërish pak plastelin. Do të bëjmë një shirit sërish të gjatë. Do ta vendosim në tokë. Dhe do ta ndajmë në këtë mënyrë. Dhe këto do të jenë bishtat e fjongës. Dhe do t'i vendosim ato nga mbas në këtë mënyrë. Pasi kemi bërë fjongon, ne do t'i vendosim asaj një kunj ku do të fusim litarin për ta varur në qafë më pas. Do të marrim një kapse letrash, sigurohemi që ajo të jetë e butë dhe do ta përthyejmë në këtë mënyrë derisa të kputet. Nëse ju nuk e bëni tot, mund të kërkoni ndihmën e prindërve. Do ta përthyeni pak fundin dhe më pas do ta vendosni atë në mes të fjongës në këtë mënyrë. Pasi këtu do të vendosim litarin. Pasi kemi mbaruar që fjongoja jonë të rezistojë dhe ta mbajmë në qafë për një kohë shumë të gjatë, ne do ta sigurojmë atë me manikyr. Do ta lyejmë me manikyr. Pasi manikyri krijon një cip dhe bën atë më të fortë. Si fillim do ta vendosim në një vend ku ta mbajmë që mos ta prekim me dorë. Në këtë mënyrë. Në një laps ose në një vend tjetër. Do të marrim manikyrin dhe do ta lyejmë me kujdes. Duhet të lyejmë si fillim pjesët ku kemi vendosur kapsen e letrave, që ajo të fiksohet mirë. Në këtë mënyrë manikyri i jep edhe shkëlqim. Nëse doni, fjongës tuaj ju mund t'i vendosni edhe xixa. Pasi të kemi mbaruar një dorë, ne do ta lëmë atë diku të thahet për një kohë të gjatë. Më pas ju mund t'i vendosni asaj edhe një dorë tjetër manikyr që ajo të bëhet akoma më e fortë. Tani do të bëjmë një formë tjetër. Do të bëjmë një diell. Do të marrim një copë plasteline sërish, do ta rrotullojmë me dorë për të dhënë një formë të rrumbullakët, dhe më pas do ta vendosim në tokë. Do ta sheshojmë në këtë mënyrë. Madhësinë mund ta bëni sipas dëshirës dhe më pas me ndihmën e shkopit të shish kebabit, ne do të bëjmë rrezet e diellit. Si fillim do të bëjmë rrethin dhe më pas rrezet. Rrezet do të bëhen në formën zigzake. Pasi të keni mbaruar, ju mund t'i kaloni një dorë manikyr sipër dhe më pas t'i vendosni disa xixa. Marrin xixat të tilla ku ju mund t'i gjeni nëpër dyqane, kancelarike të artikujve shkollor. Dhe do t'ja hedhim përsipër, që të mbulojë të gjithë sipërfaqen. Do ta lëmë për disa minuta të thahet dhe më pas do t'i vendosim vendin ku do t'a fusim në fill. Ndërkohë bëjmë gati vendin, pjesën që do të vendosim në diell. Përsëri ju duhet të kërkoni ndihmën e prindrit. Në bëni atë gati. Dhe pasi të jetë tharë, ne do t'ja vendosim diellit në pjesën qendrore. Pasi presim që dielli të thahet, ne do të bëjmë unazën. Këtë unazë. Do të marrim sërish pak plastelin dhe do ta bëjmë
në formën e shiritit. Më pas ju mund të merrni masën e gishtit tuaj. Në pjesën ku do të vendosim gurin, duhet ta bëjmë pak të trash. Mundohemi që ta bëjmë unazën sa më të harkuar. Pasi të kemi bërë rrethin e unazës, ne do të marrim sërish pak plastelin, ta bëjmë në formën rrethore, do ta sheshojmë pak dhe do ta vendosim në pjesën ku do të vendosim gurin. Gurin ju mund ta keni në shtëpitë tuaja, sepse mund t'ju jetë dëmtuar një varse ose mund ta keni atë tepër. Ju pëlqen ai gur dhe nuk keni ku ta vendosni. Mund ta vendosni atë në një unazë dhe ta vendosni sipër në formën e një diamanti. Në rastin tim, un kam një gur të tillë që më ishte prishur nga varsja ime dhe dua t'ja vendos unazës përsipër. Në këtë mënyrë e vendos në këtë formë që ajo të qëndrojë mirë dhe të sigurohemi që të mbahet mirë. Më pas do t'i kalojmë edhe kësaj një dorë manikyr që kjo të fiksohet, madje disa duar. Ndërkohë që dielli ynë mund të jetë tharë, ne e heqim me kujdes. Heqim pjesën që nuk është ngjitur mirë të xixave dhe e vendosim pjesën ku do të vendosim telin ose spangon që ne do ta varim në këtë mënyrë. Më pas valzojmë pak rrezet e diellit, që ai të bëhet sa më interesant. Ju mund ta fiksoni atë sërish me manikyr përsipër. Më pas do të marrim spangon ose filli spanjën. Do të presim një gjatësi përafërsisht sa duam ne që ta zgjasi varsën tonë. Do të marrim disa urruaza që gjithashtu mund të gjeni në dyqane të ndryshme. Do t'i shkojmë ato një nga një. Ju mund të vendosni më tepër urruaza nëse doni. Unë mendoj që për yllin tim, për diellin, më falni, janë mjaftueshëm. Kjo ishte varsja që ne krijuam me diell dhe do të lidhet ajo në gjatësinë që ne duam të varim. Pasi të kemi përfunduar lidhjen, ne do ta vendosim atë në një vend të sigurt ku ajo të thahet mirë. Më pas do të marrim fjongon dhe do ta shkojmë atë po ashtu në filli spanjë. Do ta presim dhe do të shtojmë dhe disa urruaza të tjera të gjata. Pasi fjongoja është pak e madhe, dhe do një sasi urruazash pak më të madhe. Mundohuni që t'i alternoni ngjyrat e urruazave me njëra tjetrën, që ato të shkojnë me fjongon ose me formën që ju keni krijuar dhe me ngjyrën që ju keni përdorur. Pasi ju t'i keni vendosur të gjitha urruazat, pasi unë pak vendosa, ju mund të vendosni sa të doni, do të vendosim fjongon në të. Kjo ishte dhe varsja me fjongo, jo do ta lidhim edhe këtë
edhe më pas do ta lëm në një vend të sigurt edhe këtë që të thahet. Ndërkohë ju mund të përdorni madhësi të ndryshme, forma të ndryshme, ngjyra të ndryshme dhe sa më tepër urruaza dhe gjatësi të ndryshme të varseve tuaja. Shpresoj që t'ju kenë pëlqyer dhe t'ju vlej. Faleminderit, mirupafshim. Faleminderit Albina. Unë gjithmonë kam harxuar shumë lek për të bler bizhu. Ndërkohë që çënka e thjesht fare, mjafton pak plastelin dhe një manikyr. Ajo që do doja t'ju kujtoja mikeshat vogla është të mos e përdorni asnjëherë manikyrin pa prezencën e prindërve, sepse manikyri është një lëndë e djegshme. Shkojmë tani në parukerin ton. Cili do t'jetë modeli i radhës? Përshëndetje Ada! Përshëndetje Blerina, unë jam Ada, jemi sërish bashkë për t'ju dhënë disa këshilla për kujdesin ndaj flokut dhe për të bërë disa kapje të thjeshta për ju që mund t'i bëni në shtëpi me ose pa ndihmën e prindrit. Sot ne do bëjmë me erën bashkë një topuzë balerine, siç i mbajnë balerinat flokët topuzë lart. Për këtë topuzën do na nevojitet një sfingjer rrumbullak, të cilin mund ta gjejmë në dyqane të thjeshta që ka produkte për flokët ose në kozmetika të mëdha, i cili ka një tabel etiket të vogël që ju tregon edhe nga afër se si mund ta përdorni. Po ashtu do na nevojitet një krëhër i imët që ta shkriftojmë sa më mirë flokut dhe një lastik dhe disa karfica të zeza të thjeshta. Besoj mund t'i gjeni fare kollaj. Vazhdojmë punë me erën duke ja shkriftuar flokët sa më mirë. Era ka balluke dhe kështu do ja ndajmë veç duke ja evidentuar sa më mirë larg bishtit që do kapim dhe topuzit. Mos t'i kapim asnjë fije të panevojshme. Pasi kemi mbaruar krejen, fillojmë ja shkriftojmë flokun, t'i kapim bishtin me lastik. Pastaj, lartësia e topuzit varet nga preferencat tuaja, fëmijë. Mund ta mbani këtu poshtë, mund ta mbani në mes të kokës, po mund ta mbani edhe lart fare. Në qoftë se pjesën e fundit të flokut e keni të shkurtër, rekomandohet gjithmonë ta bëni topuzin mbrapa. Sa më i gjatë jetë floku, aq më lart del aq më bukur topuzi. Era ka një gjatësi të mesme, të cilën topuzit do ja kapim në mes të kokës. Pasi ja kemi krehur floku në drejtim të bishtit që do kapim, e lagim pak në ujë që t'i shkriftojmë çdo fije. Pasi kemi mbaruar të gjithë punën me krër, e kapim bishtin. Siç e tham, në mes të kokës, sepse era ka gjatësi mesatare. Pasi kapim bishtin, e krejim sërish me krër, që mos të ketë asnjë gungë, si mund të themi, që krijohet nga flokët. Këto që janë pranë lastikut që kemi kapur bishtin, nuk ka problem, sepse do mbulohen të gjitha nga sfingjeri që do vendosim për topuzin. E vendosim në mes flokut dhe fiksojmë thjesht me një karficë, duke e kapur pak nga brenda. Pasi e kemi krehur mirë bishtin, fillojmë e hapim në drejtim të mes topuzit dhe e rrotullojmë pak nga pak anash. Pasi e kemi ndarë në këtë lloj forme, i vendosim një lastik tjetër sipër. Duke mbuluar pjesën e sfingjerit me flok, sa më mirë që mos të duket fare. Pas flokun e mbetur, e fillojmë e rrotullojmë ngadalë
anash. Dhe pak nga pak, duke e fiksuar me nga një karficë. Bëhet në mënyrë që të ngjaj sa më këndshëm rrumbullaksia e topuzit, por të mbulohet llastiku. Pas e lagë pak me ujë komplet pjesën rreth e qark kokës, të cilën e fiksojmë në çdo fije të dalë. Por ne kemi edhe një mënyrë tjetër për ta kapur topuzin. I heqim të gjitha karficat që kemi vënë për të mbuluar plastikun. Edhe lastikun. Por topuzin nuk e lëvizim nga vendi, pjesën e sfingjerit të topuzit. E bëjmë sërish lëvizjen e parë që e rrumbullakosëm komplet rreth e qark sfingjerit. Dhe vazhdojmë e fiksojmë flokun thjesht me karfica, pa nevojën e lastikut tjetër. Më pas, çdo fije e dalë, duke mos na shqetësuar te pjesa e qafës, të jemi sa më rehat, e fiksojmë po kështu me karficë nga brenda. Shpresoj të ketë pëlqyer, shihemi herës tjetër me modele akoma më të bukura. Mirupafshim. Faleminderit! Ajo që më pëlqen vërtet në modelet që krijon Ada mikesha të vogla është që ne mund t'i përdorim ato për çdo rast, për përdita ose për raste festash, parti, ditëlindje. Si të dëshironi, mjafton të zgjidhni. Do të shkojmë tani në palestrën tonë të vallëzimit. Sot Ada dhe Ulona do të na mësojnë një tjetër pas. Se so ferme. Nuk e dja e thash mirë. Përshëndetje Ada, përshëndetje Ulona. Përshëndetje, jam unë përsëri Ada bashkë me Aulonën. Sot do mësojmë një ushtrim tjetër që quhet sison ferme. Ashtu si në emisionin tjetër që mësuam një ushtrim sison fondy që hyn tek lëvizjet e mëdha dhe sison fermeja hyn tek lëvizjet e mëdha. Në fillimisht do e demonstrojmë bashkë me Aulonën. Pra, kjo ishte sison ferme. Çfarë do të kemi parasysh në sison ferme? Fillimisht, siç kemi thënë të gjitha edhjet, fillojmë me dëm i plije në pozicionin e 5. Çfarë do të kemi parasysh? Barku vitet shpina gjithmonë do të jenë të futura brenda dhe të kapura mbrapa dy shpatullat. Vendosemi në pozicion të 5 dhe ulemi në dëm i plije. Ulemi në dëm i plije. Në momentin që e marrim sison fermen,
hidhemi sa më lart dhe të dyja këmbët hapen në ajër. I. Dhe këmba e dytë vjen pak më vonë se këmba e mbështetjes. Do të thotë, nuk duhet të mbyllen të dyja në një kohë, por këmba që është anësh vjen pak më vonë. E provojmë dhe një herë. 1, 2, shtyhesh lart. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Provojmë dhe një herë me këmbën tjetër. 1, 2, shtyhesh sa më lart. 3, 4, 5, 6, 7, vendosesh 8. Çfarë duhet kemi parasysh tjetër? Në momentin që ne shtyhemi lart, të dyja gjunjët dhe patjomi, gishtat, do të thonë, janë të shtrira në maksimum. Nuk duhet i lëmë të pa shtrira. Do me thënë, 1, 2, shtrihen të dyja, 4, e presim me dëmi plije, 7, 8, 1, 2, shtyhesh lart, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çfarë do të kemi parasysh tjetër? Në momentin që ne shtyhemi në ferme, do me thënë, jemi në këtë pozicion, shtyhemi, por vjen dhe trupi me këmbën e parë. 1, 2, shtyhet edhe trupi pak në anë. 4, 5, 6, 7, 8. Edhe njërë krau tjetër. 2, shtyhet edhe trupi. 4, 5, 6, 7, 8. Do të kemi parasysh që dhe duart punojnë me trupin dhe me sison fermer. Që do të thotë, vendosim në pozicionin përgatiton. Kur ulim në dëmi plije, duart krijon një lloj frymëmarrje. Kur shtyhemi, duart hapen në pozicionin e dytë dhe pastaj kthehet përsëri në pozicionin përgatiton. E provojmë edhe një herë me këmbën tjetër. 1, 2, shtyhen edhe duart me trupin. 4, mblidhen bukur. Pozicionin përgatiton. Pra kjo ishte lëvizja si son ferme që ne sot mësuam së bashku. Dhe është hedhje e madhe. Këtë lëvizje tani do e demonstrojmë me muzikë bashkë me aulon. Kjo fëmijë ishte dhe ushtrimi që mësuam për sot. Faleminderit që na ndoqët dhe do shihemi në emisionin tjetër. Mirupafshim. Faleminderit vajza. Dhe nga baleti do të shkojmë tek magjia. Është momenti i magjistarit Chris. Ai sot ka përgatitur më shumë se një trup magjie. Le ta zbulojmë së bashku. Përshëndetje Chris.
Përshëndetje Blerina, faleminderit, unë jam Chris Brind. Mirë se vini në pjesën magjike të Tips. Sot do t'ju tregoj një histori, sepse do shkoj në një udhëtim këtë verë dhe dua të marr me vete pak muzikë. Dhe kam marrë një CD magjike me vete. Kjo është një CD magjike dhe kam një zarf këtu. Dhe ky zarf është parafërsisht sa një CD player. Nuk ka asgjë për momentin, por më vonë do fuz CD brenda. Në rregull. Nuk jam i sigurt çfarë muzike të marr me vete. Ky po është problemi. Por mora CD magjike, sepse CD-ja magjike mund të luajë çfarë do lloj muzike që të doni. Çfarë duhet të bëni është të vendosni CD-n magjike brenda zarfit, kështu, dhe për shembull, nëse merrni shami të kuqe dhe fusni brenda në mes të CD-s dhe në mes të zarfit, kështu, e tërhiqni nga ana tjetër derisa të jetë në gjysmën e saj, kështu. Mund të bëni pak magji, çfarë duhet të bëni tani është ta tërhiqni pak lart CD-n dhe mund të shikoni që bëni një magji, bëhet një CD e kuqe. Kështu, e bukur, ha? Tani do e provojmë edhe një herë. Do heqim shamin e kuqe, do marr prap zarfin ton dhe do vë CD-n e kuqe prap brenda në zarf. Ja kështu. Mund ta shikoni që po futet deri në fund nga I rrethi aty. Tani marrim shamin e kaltër dhe e fusim shamin e kaltër në mes të zarfit dhe të CD-s. Dhe përsëri e tërheq nga ana tjetër. Kështu. Do t'jetë mrekullueshme, sepse tani, nëse dua, mund të bëj një CD të kaltër. Ja ta hap këtë që ta shikoni. E po është më së shumti e kaltër. Ka edhe pak të kuqe aty, por nuk ka asgjë. Pra mund ta dëgjoj CD-n e kaltër nëse dua. Për të bërë CD-n magjike dhe për të ndryshuar ngjyrat dhe për ta bërë këtë në shtëpi, do t'ua tregoj më vonë. Por përpara se t'ua mësoj se si ta bëni, do t'ju tregoj një truk tjetër, sepse sot mund të mësoni 2 truke të mira. Pra truku I dytë I ditës së sotme përmban gjithashtu udhëtimin, sepse ju thash që do shkoja në një udhëtim. Kam një letër këtu, me pikë pyetje mbi të. Tani do e vë këtë në stilolapsin tim, kështu. Do e lë këtu deri në fund. Mirë? Tani me vete kam marrë 3 kartolina. Kartolina e parë është nga Apollonia. Një fotografi shumë e bukur këtu. Është një kartolinë, mund t'ja dërgonin dokujt në rast se dëshironi. Tjetra këtu është nga plazhi I Vlorës. Është shumë e bukur. Nga Vlora. Vërtet shumë e bukur. Dhe në fund kam një kartolinë nga Gjirokastra. Është një foto shumë e bukur e qytetit të vjetër. Gjithsesi do I përzihej pak, kështu, dhe më duhet që një person nga publiku të zgjedh 1 ose 2 nga këto kartolina. Mirë? Pra do pyes mikun ton, zotin Dora, që thjesht të marrë 2 nga kartolinat. Kemi Gjirokastër, Vlorë dhe Apolloni. Merr 2 letra për mua. Cila do që të dëshiron? Atë dhe këtë tjetër. Edhe një tjetër për mua. Mirë pra, eliminuam plazhin e Vlorës. Dhe këtë e vëm mbi tavolinë. Pra tani, kemi Apollonin dhe Gjirokastrën. Dhe dua që të marrësh 1 nga këto letra. Mirë, Gjirokastra është ajo që zgjodhëm. Dhe mund ta mbani pak për mua zoti Dor? E keni problem? Thjesht mbajeni aty. Perfekte, shumë mirë. Ai ka zgjedhur Gjirokastrën. Dhe besojeni po deshët, por udhëtimi im këtë verë do të jetë në Gjirokastër. Pra mund ta lexoni mendjen dhe të dëgjoni CD magjike sot në pjesën magjike me Chris Brind në Tips. E jani prap pas pak, do t'ua mësoj se si ta bëni këtë. Në rregull njerëz, jeni gati të mësoni sekretin e CD-s magjike dhe trukun e leximit të mendjes me kartolina qytetesh? Në rregull. Në fillim do t'ju mësoj se si të bëni trukun me CD. Mirë? Pra për ta bërë këtë truk, do ju duhet një CD, sigurisht, dhe një zarf. Një zarf I bërë thjesht nga letra. Palosni një copë letër në dysh. Duhet të hapni një vrim në mes. Mund ta bëni këtë me gërshër. Për ta gjetur vendin për vrimën, palosni një copë letër në gjysmë. Mirë, kështu. Thjesht një letër normale. E vini CD-n tuaj në mes dhe tani me gishtat nga jashtë mund të ndjeni ku janë vrimat në CD duke shtypur letrën. Do t'ua tregoj me këtë letër. Thjesht për t'ju treguar. Imagjinoni sikur kjo është një copë letër e bërë në dysh. Nëse e vë CD-n brenda dhe e shtyp me duar nga jashtë, mund të ndjej vrimën. Madje nëse shikoni, edhe mund ta vini re vrimën. Dhe kështu e gjeni pozicionin për të bërë këtë vrim në mes këtu. Mirë? Dhe e jona duket bukur, sepse thot Tips, por mund të shkruani edhe emrin tuaj mbi zarfin tuaj, për ta dekoruar më shumë,
si të doni, si të dëshironi. Tani gjëja e dytë që ju duhet për këtë truk është që ju duhen 2 CD. Ky është sekret. Duhet që të gjithë të mendojnë që ka vetëm një. Nëse e mbani CD-n kështu në dorë, do duket sikur ka vetëm një CD. Nëse mbani 2 CD kështu në dorë, prap duket si një, kur në fakt janë 2 CD. Mirë, pra ky në fakt është paksa sekreti i këtij truku, që mund të mbani një CD dhe ta tregoni, ose mund të mbani 2 CD dhe t'i tregoni si një, ose mund t'i vini kuriz më kuriz. Kështu, dhe t'i bëni CD-t me ngjyrë. Mirë, e shikoni që një anë është e kuqe tani, një anë është blu tani, pra mund ta bëni këtë në mënyra të ndryshme. Për t'i bërë këto CD, duhet të gjeni disa CD të vjetra, që nuk ju duhen më, sepse pasi ta keni bërë këtë, pasi t'i ngjyrosni, CD-t nuk do punojnë më. Kështu që siguroni që nuk po përdorni një CD që ju duhet akoma. Mirë, tani ka 2 mënyra për të ngjyrosur CD. Unë mendoj që metoda më e mirë është që t'i ngjyrosni me sprajt ngjyrues, sepse mendoj se duken më mirë, por në këtë rast e bëm me letër. Dhe kjo duket mirë, por nëse e bëni me sprajt, do i kërkoni ndihmë prindërve, do e merrni CD-n jashtë dhe vetëm nga një anë do ta ngjyrosni. Mirë, kështu për shembull. Kthejeni anën në shndrish me poshtë dhe merrni një spraj me ngjyrë të kuqe dhe ngjyroseni mirë, derisa të duket ngjyra e plotë. Mirë, lëreni të thahet, pastaj merrni CD-n tjetër, ndoshta CD-n tjetër mund ta bëni të kaltër, siç e kemi bërë ne, ose mund ta bëni edhe të verdhë. Çfarë do lloj ngjyre që të dëshironi. Tani në këtë rast, më lini t'ju tregoj se si i kemi bërë ne CD tona. Ne morëm një copë letre shumë të hollë, si kjo, dhe thjesht e ngjitëm. E ngjitëm në një anë të pastër, që ishte kjo ana përpara. E lyem me ngjitës të gjithën, derisa të kishte ngjitës mbi të gjithë këtë. Dhe pastaj morëm një copë letre, e vendosëm këtu dhe e shtypëm derisa u ngjit mirë. Pastaj kjo u tha. Morëm gëshërët dhe e prem rreth letrës në një mënyrë të tillë. Prem gado rreth letrës, derisa të kishim mbaruar me CD-n, që duket kështu. Mirë? Pra është një gjë shumë e lehtë për t'u bërë. Mund ta bëni me çdo lloj ngjyre që të doni në këtë mënyrë. Tani, arsyeja që zgjodhëm blu në këtë CD-n tjetër është sepse gjetëm një shami që ishte pothuajse në ngjyrën e kësaj letre. Pothuajse e njëjtë, edhe pse e bëm me pak ngjyrë të kuqe. Donjëherë kjo ndodh kur bën truke magjike, ose kur krijon gjëra. Por gjithsesi e përdorëm këtë ngjyrë vetëm për këtë arsye. Por dosha ju do të pëlqente të përdorni një shami të verdhë dhe një letër të verdhë, ose mund të përdorni një shami të kuqe dhe letër të kuqe. Tani, ja se si e bëjmë trukun. Siguroni që keni 2 shami, një për secilën ngjyrë që keni. Pra kemi bërë të kaltër dhe të kuqe në këtë rast. Për ta filluar trukun do i kthejmë CD-t kështu. Do i vëmë ngjyrat në mënyrë që të prekin njëra tjetrën, e shikoni, kështu, dhe nëse i vë bashkë dhe i mbaj kështu, mund të shikoni që duket një CD, e pastër nga të 2 anët. Pra duket normale, në rregull. Tani do i fus brenda zarfit tim. Mirë. Do i fus brenda, kështu. Do e kthej këtë, që të shikoni ç'po ndodh nga brenda. Mirë. Po e lë të hapur pak. Imagjinoni sikur kjo është e mbyllur. Mirë, me këtë të mbyllur, do marr këtë pecetën, do e fus në mes të zarfit, në vrimën e zarfit, dhe do e tërheq nga ana tjetër. Në këtë rast, nuk do e mbyll nga mbrapa, do e lë hapur mbrapa, kështu që të shikoni se çfarë po ndodh brenda. Dhe imagjinoni që kjo është e mbyllur, dhe që shamia po del këtu, në rregull. Pra tani, unë e di që publiku im është këtej, mirë? Janë në këtë anë të letrës, pra do e kthej letrën kështu. Dhe ajo çfarë do bëj, është që do tërheq CD-n blu, që është kjo. E shikoni të kuqen? E kuqja është këtu. Do e mbaj të kuqen me gishta nga zarfi dhe do tërheq sipër këtë, derisa të tërheq dhe pecetën deri në fund jashtë. E shikoni që po e nxjerr? Dhe do e tërheq. Kjo është e kaltra. Pra do duket kështu nga përballë. Mirë, nuk e tërheq kështu. Kur e tërheq kështu, e tërheq të gjithën jashtë dhe tregoj një të kaltër. Dhe në fakt, e kuqja është prapë brenda dhe është tek vrima. Pra s'mund ta shihni. Tani e heq pecetën e kaltër dhe tani do vë këtë CD-n blu brenda përsëri, por nuk të ta bëj. Do e vë brenda kështu. Ja shikoni? Do shkoj nga ana tjetër. E tërhoqja këtej dhe tani do shkoj nga ana tjetër e CD-s, që është brenda. Mirë? Në këtë mënyrë e kuqja do tregohet. Tani pasi e futa diskun brenda, duhet ta kthej këtë rrotull. Kështu që ana e kuqe të jetë me fytyrë kështu. Më lini ta hap që ta shihni se çfarë po ndodh. Ana e kuqe është me fytyrë andej. Marr pecetën tonë të kuqe dhe e fus brenda, kështu.
dhe e hap nga përpara. Mirë, ja ku jemi prapë, në këtë pozicion. Ka shkuar deri në fund, dhe tani më lini ta hap. Dhe t'ju tregoj se çfarë po ndodh. Mirë. Kur të tërheq sipër, do të tërheq të dyja si ditë tani. Mirë. Po e kthej anash që mund ta shikoni. Dhe nëse i tërheq të dyja, shamia e kuqe do të dalë jashtë nga maja e zarfit, kështu. Dhe unë tregoj një CD të kuqe. Nuk e tregoj anën tjetër, sepse nuk ka rëndësi, sepse në fillim të trukut tregova argjend dhe argjend në të dy anët. Kështu që ata nuk mendojnë që ka një ngjyrë tjetër. Ata mendojnë që duhet jetë e kuqe. Dhe pastaj hiqen. Mirë, dhe kështu bëhet truku i CD-ve, që ndryshojnë ngjyrë. Është një truk i bukur. Tani mund të bëni magji në skenë. Pra jo më truke të vogla, por diçka më të madhe. Tani këtë, në fund të trukut, do e merrni, do ta fusni brenda në zarf dhe do e vini anash, sepse mbaruat punë me të. Mirë, tani do të mësoj se si të bëni trukun e leximit të mendjes. Ky është edhe më i thjeshtë nga ai i pari. Dhe për këtë ju duhet të shkoni në një dyqan turistik dhe të blini disa kartolina. Mirë? Tani ju duhen 3 kartolina, mund të jenë të çfarëdo vendi që të doni. Në rastin tim kam plazhin e Vlorës, kam Apollonia dhe kam Gjirokastër. Mirë? Nuk ka gjë të shkruar nga brapa. Këto kartolina janë thjesht kartolina bosh. Dhe nëse doni, mund të shkruani ndonjë gjë në to. Ti bëni interesante, por thjesht bëjini të njëjta. Kjo është e rëndësishme. Pra duhet të zgjidhni një nga qytetet që duhet jetë fokusi i udhëtimit tuaj. Unë zgjodha Gjirokastër. Më pëlqen shumë kjo foto, prandaj e zgjodha. Është një foto shumë e bukur që e kanë bërë këtu. Mirë? Pra këto kartolina mbeten këtu. Mos të tregoni këtë. Këtë Gjirokastër në fillim. Thjesht thojini publikut, "Hey, kam shkruar diçka", sepse kisha një ëndër ose një vizion për diçka që po ndodh. Thjesht e shkruajta në këtë letër dhe do e vë këtu. Nëse nuk keni një sirelaps me vete, mund ta lini në tavolinë. Kështu. Mirë? Nuk ka rëndësi. Në rregull pra, kam letrën time parashikuese këtu. Tani, ky është sekreti. Ju keni 3 zgjedhje të ndryshme që mund të bëjnë, por ju duhet që të zgjidhni Gjirokastrën. Por çfarë do të ndodhë të zgjedhin Gjirokastrën? Më lini t'ua them këtë. Do e bëj këtë këtu në tavolinë, kështu që mund ta shihni pse. Do i vë këto poshtë. Këtu kemi Gjirokastrën, kemi Apollonin dhe këtu kemi plazhin e Vlorës. Mirë? Pra i thoni personit të zgjedhë 2 letra. Mirë? Tani do t'u tregoj se ka disa shembuj se çfarë mund të ndodhë. Duhet të siguroheni që të lënë Gjirokastrën për në finale. Mirë? Pra nëse personi prek 2 letra, këtu kemi Gjirokastër dhe Vlorë. Thojeni ti kap dhe thojeni që ti ju jap një. Kështu që nëse ju japin Gjirokastrën, thojeni shumë mirë. Keni zgjedhur Gjirokastrën. Nëse ju japin tjetrën, thojeni shumë mirë. Do i largojmë këto dhe kjo që ju ka ngelur është Gjirokastra. Në rregull, më lini t'ju tregoj se ka një mënyrë tjetër që kjo mund të ndodhë. Pra ja ku kemi Apollonin, Gjirokastrën dhe plazhin e Vlorës. Thojeni kësaj radhe zgjidh 2 kartolina. Le të themi që ata e lënë Gjirokastrën në tavolinë këtë herë. Marrin këto të dyja. Në rregull. Dhe ju thoni, në rregull, lërini ato anash. Do i vënë anash dhe ju i thoni, kjo që ka ngelur në tavolinë është, dhe ata do ju thonë, Gjirokastra. Dhe ju thoni shumë mirë, se unë këtë zgjodha, Gjirokastra. Mirë, pra truku është në fakt që ju po manipuloni përfundimin që të jetë gjithmonë Gjirokastër. Pra më lini t'ju tregoj se si funksionon edhe një herë. Pra i vini poshtë, i thoni që të zgjedh 2, nëse zgjedhin Gjirokastër dhe një tjetër, thojeni që të zgjedhin të dyja. Tani thojeni që t'u japin një. Nëse ju japin të gabuarun, e vini me kartolinën tjetër dhe thoni, kjo që ju ka mbetur është Gjirokastra. Kjo është ajo që është në dorën e tyre. Dhe do thonë Gjirokastër. Le të kthehemi mbrapa për një moment. Ju thoni, merri 2, një është Gjirokastra dhe tjetra është me Vlorën. Dhe ju thoni, mirë, më jepni mua. Nëse ju japin Gjirokastrën, ju thoni shumë mirë, ajo që keni zgjedhur është Gjirokastër. Pra, shikoni, nuk ka rëndësi se cilën zgjedhni. Do jetë gjithmonë Gjirokastër. Ky është sekreti. Prandaj mund ta bëni këtë truk vetëm një herë. Duhet të prisni pak derisa ta bëni përsëri. Kur them pak, them për 1 ose 2 ditë. Mos e bëni me një herë. Pra duhet luani me atë që ata nuk e dinë se çfarë do të vi. Dhe kur ti tregoni Gjirokastra, do të duket sikur i keni lexuar mendjen. Dhe ju thoni, mirë, shumë mirë, e dija që do zgjidhje këtë. Emri im është Chris Brind dhe un kam shumë magji për ju herën tjetër. Kalofshi një verë të bukur me këto truke magjike dhe do shihemi së shpejti. Faleminderit Chris. Miq të dashur, ka ardhur fundi. Si gjithmonë, përpara se të largohem, duhet të bëjmë përsëritjen e të gjitha njohurive që mësuam sot.
Sot mësuam të vizatojmë qenin dhe të zotin, të krijojmë bizhu me plastelin, mësuam parukeri, mësuam sison ferme, numra iluzioni veror. Ka ardhur momenti të ndajemi miq të vegjël, ju pres në takimin ton të ardhshëm. Mirupafshim!